Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se po takohemi edhe këtë javë me emisionin Bardhëzit. Tashmë jeni mësuar që jemi në ciklin e dytë dhe çdo javë nga e-tja. Në orën 21 jemi bashkë për diskutuar tema të ndryshme sociale, por me karakter fetar. Sonte kemi vendosur që diskutojmë për optimizmin dhe pesimizmin. Drita dhe errësira në fakt, si e sheh jetën një optimist, si duhet ta sheh jetën një optimist dhe si e sheh jetën një pesimist dhe si duhet ta sheh jetën një pesimist sipas besimit islam. Me mua në studio, si çdo javë tjetër, është teologu Ardian Sejdiu, imam dhe ligjërues në xhamin Koha në Gaç këto Ferizajt. I nderuar, faleminderit që të sonte jemi neve. Bismillahirrahmanirrahim, faleminderit për ftesën, përshëndetje për juve, stafit tuaj dhe gjithë ata që na përcjellen, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Amin. Faleminderit shumë. Tash që do diskutojmë për optimizmin dhe pesimizmin, dy kaje të kundërta nga njëra tjetra, por që a ka ndonjë pikë bashkimi këto dyja? Ndonjëherë mundet me qenë njëri në njëjtën kohë dhe optimist dhe pesimist? Në fakt po flasim për dy koncepte të jetës. Njëra e cila e shef jetën nga prizmi i pozitivitetit, i mundësisë për të arritur qëllimet e jetës në mënyrë më të mirë të mundshme, dhe koncepti tjetër i cili e mbyll dioptrinë e pamjes së jetës dhe me një farë forme e kthen krejt atë kapital të jetës në pamundësi të realizimit. A ka mundësi që njeriu të jeton këtë botë edhe pesimist edhe optimist? Është e mundshme që her pas here në situata të limituara të shfaqen dy elementet, por jo në vazhdimsi. Do të thonë nuk ka mundësi që njeriu nga fillimi i jetës deri në mbarim të jeton me dy elemente. Ka mundësi të jetë në situata të ndryshme që është optimist, por ja që i aktivizohet pesimizmi e kështu me radhë, por jo në mënyrë konstitucionale me pas të njëjtin ekuilibër, sepse është e pamundur. Çfarë do të thotë jesh optimist, hoqë? Të jesh optimist nënkupton se ke vetdije dhe siguri se e ardhmja është më e mirë se sa momenti ku jeton ti ose situatat në të cilat kalon ti. Optimizmi është dioptri e lartë, që e shet domethënë të ardhmen, e projekton të ardhmen dhe e beson se ardhmja është më mirë se sa e sotshmja. Për te domethënë. Dhe kjo është një farlloj elementi që e vën në funksion edhe vullnetin, dëshirën e njeriut për të arritur qëllimet e jetës. E kundërta kësaj është optimizmi, ajo e cila për shembull bën njeriun që të mos e sheh të ardhmen, të mos e sheh rrugën e gjatë të jetës dhe në fakt të ketë frikë për një të ardhme e cila mund të jetë e mirë, po ja që kjo ka projektuar në mendjen e tij se mund të jetë e keqe. Dhe këtu ku kemi fjalën, ne duhet të jemi të vetëdijshëm se në Islam, në karakterin e muslimanit nuk ka vend pesimizmi. Ai i cili jeton me pesimizëm në kësaj bote apo në situata të ndryshme, thjesht ai ka një problem serioz me besimin, sepse Zoti i Madhërisht e porosit njeriu që të jetë optimist në të gjitha situatat në për cilat kalon në jetën e kësaj bote. Edhe kur kemi ndonjë situatë rënd, duhet me pa që ka dritë në fund të tunelit? Nuk ka dyshim, në situata më të rënda të mundshme, në për cilat mund të kalon njeriu, ai duhet me qenë optimist se situata kalon, e ardhmja është më e mirë se sa momenti ku gjendemi dhe padyshim se po. Shkputja për kësaj bindje, për optimizmit, thjesht një lloj mëkati në heshtje që vret begi shumë njerëz në jetën e kësaj bote dhe prish begi shumë projekte në jetën e kësaj bote. Bile Zoti i Madhërisht Kur'an thot, ata të cilët kanë hek dorë për optimizmit, janë pesimist, thot janë të dështuar. Pesimizmi është garancion i dështimit. Nëse njeriu është pesimist për një çështje, ai thjesht e ka të sigurt dështimin. Me lejoni t'ju jap një konstatim. Në vitin 1998, me një universitet në Kaliforni, është bë një analizë me student në kohë të provimeve. Dhe dikun 69% të studentëve në kohë të provimit, të cilët kanë qenë pesimist për dhënien e provimeve, kanë rezultuar se i ka radhur imuniteti, kanë ndikuar në imunitet. Edhe në shëndet fizik. Edhe në shëndet fizik. Pse edhe kjo argument është begi sakt në shkencë, edhe në aspektin fetar, sepse kur ti je pesimist për një çështje, ti se jep kontributin. Ti nuk e shfrytëzon potencialin që ke. Dhe në mënyrë graduale vjen të mbyll rrugët e suksesit. Dhe ja që ky studim që është bën në Kaliforni, në Universitetin e Kalifornisë, e vërteton ata të cilët e thot Zoti në Kur'an se pesimizmi nuk kalon. Dështon në projekte të ndryshme. Dhe pala tjetër, e cila ka qenë optimist,
sipas analizave të këtij studimi që është bërë në Universitetin e Kalifornisë, kanë rezultuar se ju kanë ngrit imuniteti, ka qenë më stabil në imunitet dhe më të harreshëm, hala pa i në provim dhe të gjithë kanë dalë të suksesshëm. Kjo që po e thuni jo e që është fakt, domethënë me qenë se është bërë një studim i tillë, hoq na shpashtojmë jetu ja bo vetit rrafsh se kërka nuk je. Domethënë shpesh fillimi i pesimizmit nis për rrethit tonë, për njerëzve tonë që thonë mos ja bo vetit kaq shumë rrafsh se mundesh edhe me dështu. Kjo çështje nuk duhet mu anashkalu për dy arsye dhe në dy drejtime. Që kjo mos ja bo vetit rrafsh? Jo, domethënë qëllimi është sepse para se të jemi ne optimist për një çështje, ne duhet i marrëmi përsipër mekanizmat që kemi në dorë. Ta bëjmë punën për cilën jemi. Hyzmetin. Ti marrëm mekanizmat, shkaqet. Edhe pastaj të jemi optimist se kalon kjo punë. Me mbështetjen e Zotit Madhreshëm. Pra, unë mendoj që populli kur e thotë mos ja ban vetit rrafsh, janë dy pozicione. Një, mund të shehte njeriu që nuk është i përgatitur për atë çështje. Edhe ai flet për diçka që s'ka potencial. Dhe në anën tjetër mund me thonë dikush me të vërtetë vetë është pesimist dhe shet tjetër nga kënd vështrimi i pesimizmit. Pra në dy raste duhet të më studiu kjo çështje. Në parim, nëse na thonë mos ja ban vetit rrafsh, në kupton që ti e merr si motiv përgatitu, kry detyrat për cilat je obligu, merri shkaqet në funksion dhe pastaj mbështetu në Zotin dhe je optimist se komë realizu qëllimi. Dhe në anën tjetër nëse ata nuk e shohin që ne jemi të përgatitur dhe na i thonë këtë çështje, na si mami për parasysh fare sepse na shoh me diçka që ata nuk shohin. Si optimizmi, si pesimizmi, a fillon prej familjes kur jemi të vegjël, ndoshta që më na motivon neve si fëmijë kur kemi qenë ndoshta ti mundesh me bë këto, ti mundesh me arrit këto, edhe në anën tjetër mundesh me thonë që ti nuk mundesh me bë këto, as mos e provo këtë gjë se është shumë e madhe për ty. A nis prej familjes? Ajo nis mas pari për vetës, sepse pesimizmi dhe optimizmi burojnë nga individi. Edhe kur jemi të vegjël? Do me thonë edhe kur jemi të vegjël, karakterin. Do më në formim me sipër. Njeriu projektohet në qatë mënyrë që t'jetë i drojshëm, të jetë do me thonë me një farë skeptik, dhe shtoja kësaj nëse familja e nëzit për këtë drejtim, vjen t'uja thellu krizën. Dhe në anën tjetër, për shembull, sepse ka njëri që me të vërtetë është pesimist, mi po qëllon me një familje e cila është e guximshme, intelektuale, e dishme, e vullnetshme, edhe gradualisht vjen t'uja shbë këtë formim tina dhe e krijon tamam një njeri optimist. Po mund ndodhë edhe kundërta, mund me qenë njeri optimist, por që jeton me një familje, me një rreth që janë skeptik, për shembull, dhe ja zbehen këtë dozën e optimizmit, por gjithsesi buron nga vetvetja, sepse njeriu ka rol në jetën e bote. Rreziki më i madh dhe dështimi më i madh i njeriu në këtë dunjë është kur e zhvlerëson veten. Zoti i Madhërisëm secilit njeri i ka dhënë potencial, i ka dhënë krenari, i ka dhënë ndjenjë të sigurisë. Dhe nëse ti e zhvlerëson veten, normal që ato që janë rreth teje kanë më zhvlerësuar më shumë se sa që ti që e zhvlerëson vetveten. Pra njeriu është krijesë e respektuar e Zotit Madhërisëm, ka një rol krucial në jetën e tij, është akteri i vetëm në jetë, sepse vetë ti e menaxhon jetën, dhe normal me pas ambicie të larta, por gjithsesi optimist duke u mbështetur në mekanizma dhe duke u mbështetur në Zotin e Madhërisëm. Por ndryshe optimizmi sot në kohën tonë bashkëkohore është bërë edhe si një shkak që po e kthen jetën e të rive në bumerang, në depresion, në paaftësi e kështu me radhë. Për shembull, një njeri në jetën e kësaj bote, duke pa trendin bashkëkohor. Për shembull, një shoqëri që ka evoluar, edhe ky nuk i ka kushtet. Ky në vend që me konë optimist, edhe me aktivizu potencialin fizik, intelektual, që me kalimin e kohës me arrit standardin, ky e kthen e përmbys faktin. Thot për mua s'ka shpresë. Ndëshkem ndaj vetës. Thot për mua s'ka shpresë. Thot unë s'u arri kur filanin. E kështu me radhë. Pra, duhet me kuptu njeriu se nuk është ngarë me tjetrin. Ky është ngarë me veten. Dhe pesimizmi e pengon, domethënë rrugën e gjatë për mi arrit qëllimet e jetës. Dhe Zoti i Madhërisëm na thot në shumë vende në Kur'an që ne të jemi optimist, sepse kushdo që është pesimist në jetë, por çfarë do pikpamje të jetës, që është normale, është argumentuese, dështon që në start. Optimizmi është çështje e cila është një farë lloj motivi në heshtje dhe një dioptri që e shef
trajektorin e jetës edhe fundin e saj. Mirë, kjo i bën që nëse ne kemi një synim në jetë, do më thonë start, do të me menduj që kemi me arrit, me ndihmën e Zotit, edhe kemi me punu që me arrit. Asnjëherë mos me menduj që nuk bëhet kjo fortuna. Nëse për shembull e ke zgjedh një profesion, edhe atë profesion e don. Asnjëherë ti nuk duhet me projektu në mendjen tënde diçka dhe me thonë se unë nuk mund të jam i suksesshëm. S'ka me pas punë për këtë profesion. Pse po e mbyll një derë që faktikisht është e hapur ajo. Çka bën në këtë rast? Thotë po, unë e du këtë profesion, do t'i përkushtohen atje më i mirë në këtë profesion, t'i arrit gradat më të larta shkencore dhe jam i bindur se ky profesion më kthehet në benefit. Edhe padyshim se çdo profesion ku njeriu arrin në shkallën më të lartë të profesionalizmit i kthehet në benefit të jetës. Pra, po nëse është pesimist, atëherë çrënsi ka, por shumë më shkollë njëri edhe me qenë optimist. Rënë veç një vend, nuk lëviza as pak. Se shohim që edhe shumë njerëz në moshë ndoshta ende pa dalë në penzion, heqin dorë nga puna i nderuar, nga puna e përditshme dhe thonë që nuk ka kur gjë, nuk po moj me arrit kur gjë, po e lodhi vetën, fund ditës nuk po më dal kur gjë për askënd. Pra, ma mirë po rritë shtëpia jam, nuk po bëj shpenzime. Që to e kam dëgju shumë shpesh, që nëse po dalë po punoj edhe nuk po fitoj edhe në fund po shpenzoj. Pesimist. Është interesant me që kjo pyetje është për herë parë që dëgjojnë këtë mënyrë kështu, më patra me pa diku një lexim që vetë përcaktimi moshës së pensionimit është një lloj ataki, një lloj sulmi i identitetit njerëzor. Sepse sikurse ti emocional. Emocional dhe psiqike fjala, sepse ti i thumë në një farforme deri këtu ki fuqi mas ki fuqi. Me një farforme ja ke projektu. Domthon ai cili është pesimist, ai lexon çet mënyrë. Dhe thotë e mos kam ku shkoj mos edhe pensionin arrita. Domthon është pesimist. Pse se merr të kundërtën? Me thonë ne po të lirojmë për detyrës. Në çet mosh, jo që ti nuk je jaft, po duhet më dhënë hapësirë që ti me shiu jetën. Domthon më u kthy për dishmërisë. Atë kontribut që ja ke dhënë shoqërisë me gëzuesa, domthon me kthy në anë tjetër të shpjegimit, jo me marrë si diçka përfundimtare. Dhe në jetën e bote na ka porositur pejgamberi sa deri në momentin e vdekjes ne duhet me dash punën. Na duhet me punu, duhet me gjatnu. Kështu na ka mësuar jeta, kështu na ka mësuar Kurani. Kurani na thotë me punu, deri në moment bile ka thonë pejgamberi sa në hadith, edhe nëse e mrini kiametin, mjellë çat pemshka, ke pasë mjellë sot. Edhe pse se ha kurkush mos e bën kiamet. Po mjedhe, pse? Sepse ka dash me stimulu që jeta kësaj bote, po s'ka kuptim pa një angazhim për shembull. Edhe është normal, kjo farë mosha, ka njerë dikan e kthen në pesimizëm, por dikush e me raxhon e mirë, thotë elhamdulillah mrina moshën e pensionit, kam kontribu për familje, për shoqëri, tash kam kohë të mirë me gjana që ndoshta s'kam pas kohë më herët, ti përkushtu në familjes, miqësisë, shoqërisë e kështu me radhë. Po, në anën tjetër tash po e marr një ekstrem tjetër tek të rinjët. I nderuar, kemi shumë persona të cilat kur bëhen 20 plus, fillojnë gradualisht diçysh sikur nuk e bojnë me dije që sot është ditëlindja e tyne, sepse nuk e konsiderojnë me faqen për një vit më shumë po pjekëm, po jetoj më shumë, por konsiderojnë sikur po plakëm. Domethënë, unë e kam pa një problem shoqëninë tonë që sidomos si ti bësh plus 20, fillon ai presioni psikologjik që okay, më shkoj koha, më shkojnë vitet. Qysh më menaxhu që të pjesë sidomos kur je në këtë moshë kaq të mirë. Po them se jeta kësaj bote ka faza. Faza të ndryshme dhe karshi fazave të kësaj jete, të kësaj kalon proceseve, Zoti më ndryshimi ka dhënë detyra njerit. Karshi fazave. Ke pas si fëmijë s'ki përgjegjësi. Dikur tu rri, tu pjek, tu hy në rrjetat jetës. Tu marr përgjegjësi, dikur si prind, dikur kështu me radhë. Dhe tash njerëzit të cilët kanë frikë për moshës, nuk e di në aspektin psikologjik kam lexuar që disa e përjetojnë këtë çështje. Edhe domthonë tu i numëru jetën e fundin, tu në vite domethënë, ata me një farforme vjen tu e zbe elanin, fuqinë e punës ose ambicin e jetës. Gjë që në fe është e kundërta. Në fe nuk është kështu. Besimtari e din që çdo etapë e jetës është dhënë Zotit më të rishëm. Pjekurima e madhe. Shkon tu e kry misionin, tu e dhon kontributin për shkakun e jetës së bote dhe natyrisht të përmbyll një cikël të jetës sepse fundi kërkush nuk ka i përjashtë këtë dunjë. Ne të gjithë jemi të përkohshëm, por karshi këtij procesi ne do të hapim më të mirën të mosshme. Pra nuk ka vend pesimizmi te numrat e moshës fare.
por ja që njerëzit projektojnë gabimisht ardhmen, edhe pastaj ky projekcion përmes pesimizmit i kthehet në vështirësi bekit rana të jetës. Pesimizmi mundemi me thujë që është cytje prej djallit? Ka në dy mënyra. Po? Ka mundësi mungesë e formimit, mungesë e pjekurisë psiqike të njeriut, mentale fjala, dhe në anën tjetër pesimizmi vjen edhe shpesh në situata të ndryshme, vjen si pasojë e cytjes së shejtanit. Sepse më shumë ti që lun me të ardhmen lun shejtani. Dhe më së shumë ti që godet njeriu shejtani e godet përmes të ardhmës. Allah thot në Kur'an dhe shejtani po mbjedh frikë te ju për të ardhmen. Dhe keni pa një njeri për shembull që ka frikë për të ardhmen. Thot unë nuk e di a do të kemi bukë me shembull, a do të kemi jetë. Po kush po të pyet ty për të ardhmen? Pse ti po don me projektuni diçka që s'është në tone? Pse ti ke frikë për diçka që s'në varet veteje? Domthon, pse nuk shtirohesh për ti kompleksi? Me thon mirë, sot do jeta jam. Unë kam plane për shembull 20 vjeçare. Unë kështu kam ambicie. Por nëse Zoti më ndërpret, është e drejtë e tina, nuk është e jemja. Unë kam planifikuar atë çështje. Po ky pesimizmi që vjen si pasojë nxitjes së shejtanit, çfarë nuk kupton? I kiket mekanizmat për me bë diçka të mirë. Po thotë ja s'po e baj. Nuk kalon, nuk ban, nuk ja vlen, nuk e di çka dhe ky kthehet pasaj dhe nuk i realizon qëllimet e jetës. Për këtë arsye edhe një prej shkaqeve që ka ra me lexu te vetvrasja. Më ka prekupu shumë kjo cilësia ose ky fenomen që ka ndodhe aktualisht, sa kam pa dhe se kam lexu, kam marrë në përfundim se një prej shkaqeve që e çon njërin deri te vetvrasja është pesimizmi. Që kjo kartë që ja ka mbjellë shejtani. I thot s'ka zgjidhje për ty. S'ka rrugë dalje për ty. S'ka jetë për ty. Dhe ky harron se shejtani s'ja ka kriju jetën. Tardhmën se di shejtani. Zoti është më i madh se çdo kusht tjetër. Situata është shumë e thjeshtë se sa ky perimetër i gjanë i jetës dhe ky vjen të ju bind këto ide të gabueshme, e thot zgjidhja më është vetvrasja. E që ka bën një zgjidhje, në fakt nuk ka bën zgjidhje, ka hap një kapitull të rëndë të jetës së tij. Pra, të ardhmën e dive Zoti madhreshëm. Optimizmi është armë shpirtërore, është argument logjik me të cilën duhet me jetu njeriu në këtë dunjë. Nëse ne nuk shpresojmë se ardhmë më mirë se sotshmja, imagjino në viteve 60 në varfritë të skajshme të populli. Ka pas pe gjyshëve tanë për shembull të populli, që kanë thënë fëmijëve ose nipave, do të vjen një ditë ku për shembull në Kosovë komu jetu mirë. Dhe ka pas të atit që ka thonë do të vjen më vështirë se sot. Cili ka pas më mirë? Ai që ka qenë optimist. Po. Dhe ja sot për shembull brezat e ri po e shijojnë jetën e kështu me radhë. Kur po flasim për brezat e ri dhe për krimin e familjes, pra po i referohem kohës tonë bashkëkohore, shumë çifte thonë hezitojnë me kriju familje, për shkak që fillimisht e kanë më një herë atë pesimizmin, jo se nuk kam me çka me i rrit, jo se nuk di çu kam ja u siguru të ardhmen, jo se nuk mbohet i marr, domethënë krejtjen çto pikpyetje dhe pyetje, diskutime para se ai fëmijë të vijë në jetë. A është e tepërt hoxh kjo me mendu kaq fellë dhe ndoshta mos me vazhdu linjen e jetës pikërisht për këtë çështje? Jo që është e tepërt, por është pengesë për vetë individin, personës e personën, për të realizuar qëllimet më të mira të jetës. Thjesht ato kanë rënë me një kurth, me një perimetër të ngushtë të jetës, që e ban të paaft për jetë, dhe ja pamundson me arrit qëllimet më të mira të jetës. Pse kështu? Sepse kjo lloj doze pesimizmit ja ka marrë argumente e jetës pedore. Nuk është aftësi me mendu ti se nesër për shkak zbaj fëmijë për shkak se nuk ka risk. Kjo është pa aftësi. Për dy arsye. E para, sepse ti nuk e di të ardhmen, dhe e dyta, jeta e atij që vjen nuk varet teje. Nuk ka kriju Zoti i Madhërisëm dikane që ka lënë rrezikun do dikujna. Po ti shkon rrezik kështu që menon ky lloj pesimizmi, ky lloj njeri me këtë karakter, me këtë bindje, po ti shkon rrezik këtë mënyrë, atëherë s'kish pa shoqëri njerëzore në tokë. Sepse ishte në kuptu që rrezik ka diçka në dorë të njerit dhe njeri pedal ka kuna sa don kuna do. E dini sa çifte të varfëra kanë lind e mbas si kanë lind fëmijë janë pasuru se ka me rrezik. Dhe e di sa të tjerë për shembull kanë pas pasuri dhe se kanë pas fëmijë. Dhe kur kanë mbjell frika se në zbaj më shumë sepse i këtu nga frikës, pasurisë janë varfru.
se askush nuk ka mundësi me ndërhyrë këtë çështje. Pra, një e re dhe një ri, i cili ka frikë për detyrave të jetës, kjo është njeri pasiv, ky si duhet as shoqërisë as familjes, sepse ky fakt në realitet ky sot e kuptu misionin që ka jetën kësaj bote. Nuk e kuptu detyrat që ja jep jeta. Dhe ky thjesht është i abstenuar prej rrjedhave të jetës, e që nuk ka me kalu një dekadë dhe ky ka me kuptu që ka bë gabim fatal, por ky gabim më nuk zhbën, sepse kur kush nuk thëhet më në moshën e re, sepse kalon gjithmonë to ka mosha e vjetër. Pra, ky projekcion i jetës i jashtë perimetrit që përcakton Zoti i Madhërisht është i gabueshëm dhe është i pasuksesshëm. Dhe sot nëse të vujt bota për diçka, sidomos kontinenti i Evropës ku jemi ne, për shkak të rrëmjes së natalitetit, o të ndodh për shkak të këtij konceptit gabueshëm të jetës. Dhe thot për shkak të se nuk du më martu, s'du më marr përgjithësi, dhe në ditë për ditë vjen në moshë shtyn dhe e shet që se ka dikan mbrapa që ja vazhdon jetën në kuptimin e zinxhirit njerëzor. Dhe nuk e ka dikan që ja pasuron jetën, sepse s'ka pasuri më të madhe për çiftin bashkëdhënues se sa familje, sa fëmijë. Vajza apo djalë, s'është më rëndësi. Pasuri e madhe, sepse njeriu me një farë forme kupton që po i del hakut shoqërisë. Për këtë arsye kanë thënë disa prej dietarëve, thot me lejen e Zotit të Madhërisht, minimumi që do të mi pas njeriu për fëmijëve janë 2. Pse duhet me zaventsu veten? Dikush do të më zaventsu nanën e babës. Dikush do të më ulë ditë karrikën e babës së nanës. Përndryshe jeta, çfarë kuptimi për sa jeta kjo? Pra kjo është koncepti i gabuar në Islam. Nëse njeriu i hiq projeksioni, thjesht nuk ka mundësi me po jetën në këndvështrime reale të saj. Urojmë t'ja dalim këtë drejtim për shkak që e dim që në kohën kur ne po jetojmë ka agjendat ndryshme për shkatrimin e linjës së jetës dhe familjes në përgjithësi, por nëse je besimtar i fortë dhe shkon sipas normave fetare, atëherë kjo vrehet, dihet dhe në fund injorohet dhe vazhdohet me jetën tutje. Ç'është duhet nana dhe baba me ambjell pesimizmin fëmijët, për shembull, kur ja nis klasën e parë, kur shkon në një fazë tjetër, kur fillon me u martu, se pikërisht janë këto frikra të cilat na ndalojnë edhe na stopojnë për të vazhduar përpara. Për shembull, një nanë me një vajzë, ç'është do të më kon ajo biseda që më kon sa më optimiste vajza për të ardhmen. Ne jemi një popull që jemi rrit në prehën të nanave që ndoshta s'kanë pas shkollë, sigurisht se sot që kemi vajzat e shkolluara. Ku e kanë gjetë motivin ato nana që ne kanë frymëzuar për betejat e jetës? Përvoja e jetës? Çka ju ka dashur, ku kanë lexuar ato shembull, që kanë qenë kaq burrnore. Dhe kanë ditë me kriju një gjeneratë e cila e ka përjetuar luftën dhe ka përballuar luftën. E ka përjetuar varfrinë dhe ka kaluar varfrinë. E ka përjetuar robrinë dhe ushtiriu për robrisë. Kur i marrë me statistika s'kanë qenë me shkollë, por thjesht e kanë pas besimin fort në Zotin e Madhërisht. Dhe për çdo ditë kur i kanë çuar në shkollë, ndoshta fëmijët edhe me tesha djetra, edhe pa laz dhe pa fletore, dhe ka thonë shko se nesër ka më po mirë. Dhe ne jemi betejë me jetën, edhe nesër jeta ka më kanë më mirë se sot. Kurse sot në kohën tonë për shembull, nanat e shkolluara kanë kryer fakultet, din libra apo diçka. Çfarë motivi japin fëmijës? Çfarë mësuesi, ose çfarë hoxhe, çfarë pedagogi, mund me qenë ai i cili e frikson nxënësin në shkollë. Çfarë aftësie mund të ketë ai person i cili ose politikan që mbjell frikën në popull? Çfarë aftësie mund të ketë ai? Çfarë aftësie mund të ketë ai politikan ose ai mësuesi i thotë fëmijës për shembull, kujdes se ardhmja nuk është e sigurt. Ç'është më kjo? Kush ja ka dhënë kompetencat i me fol për talme se është e sigurt? Na do të shkojmë nga ana e optimizmit. Mëso, sot si kemi bankat e mira, nesër kemi pas. Edhe me rinë Allahut po, kemi pas. Pra nana do të me motivu vajzën, baban me fol në familje, për fëmijës. Në situata të vështira ku edhe fëmia kupton se ku qenë situatë vështirë, baba dhe nana thotë çore sot jemi këtu. Në këtë situatë për shembull. Ama nesër kemi shumë më mirë sot. Ne kemi plot njerëz të pasur sot që na tregojnë për shembull kur ka thonë në vend sofër, s'ka pas bukë më. Ka thonë haj se nesër kemi pas, edhe sot milioner. Po ti kish thonë, sot i ki keq nesër ma keq, çka kish kriju, farbrezi kish kriju. Pra, kjo është koncepti i gabuar, për këtë arsye Islami, feja e Zotit të Madhërisht, Kurani e motivon njeriu dhe e mëson njeriu me anu ka ana pozitive. Edhe nëse faktet janë të vështira, kokforta, megjithatë projektuesi jetës së Zotit të Madhërisht, njeriu është një aktor
Njëtë se bote që ka me ecë rrugës që ka projektu Zoti. E tarmën se din askush përveç Allahu xhelle wala. Po është fakt që ne po jetojmë me një shoqëri që kur nuk është sulmu ma shumë identiteti njerëzor se sa në kohën tonë për viteve 70 deri sot. Por këta janë ti numru vitet mbrapa. Kjo ide e mbrapsht, e cila shkatroi shoqëri, i ka arë fundi. Dhe po shihet në aspektin politik, strategjik, nuk mbeton për bazë vërtetë e pa vërteta. Kush ka prek në familje, e të përja ta një shemë të jeshtë. Keni pa Marimonga, Milingona, Marimonga. Përmenet në Kuran, ama veç për një rast përmenet në aspektin negativ. Cili aspekt negativ? Zoti thotë mos u bani si Marimonga në familje. Marimonga në familje, ta man ta krijon familjen për myt ka të veçlit. Dikur për anka burin, mashllin dhe për myt ka të veçlit. Çfarë ideje mund të ketë një prind i cili e shkatron familjen? Nuk ka çfarë niveli dijes mund të ketë një grua ose një burr që kanë frikë për të ardhmen. Atëre ku jetojnë ata? Në çfarë planeti jetojnë? Ku lidhja e tyre me Zotin madhreshëm? Kush e ka projektuar jetën tonë? Pse duhet kemi frikë? Kur am pyetje jeta, ambi se jeta pikune me pas frikë. Nëse Zoti madhreshëm me ka dhënë jetën, kush ndryn jetën tonë? Kush ndryn fatin tonë për Zotin madhreshëm? Pra, ky motiv që sot ose ky koncept i gabueshëm që i afrohet gjeneratave të reja është i rrezikshëm për ardhmërinë e tyre, sepse fundit askush nuk ka me dalë për projekcionet e Zotit madhreshëm. Në teori është komplet në rregull. Në raport mes individit dhe krijuesit është komplet në rregull. Por në momentin kur ne ballafaqohemi me përditshmërinë tonë, me njerëzit përreth neve, atëherë aty lind problemi. Për shkak që ndoshta ne e kuptojmë shumë mirë që e ardhmja, domethënë e din veç krijuesi, por nuk e kuptojnë të tjerët përreth neve dhe kjo na krijon probleme në raport me njerëzit. I nderuam, qoftë personal, qoftë në punë, qoftë në çdo aspekt të jetës. Po pse do të më na kriju probleme të tillë kur ne duhet të debatojmë me ta? Po tani debati e merr kohën tjetër. Në atë kuptimin nuk po bën debat politik që të ofendohemi, po na ne të diskutojmë për shembull. Edhe ti paraqesmi faktet. Në mënyrën më logjike të mundshme, në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe të bëjmë shembuj. Për shembull, i thomë një 30 rrez, ju jeni çift bashkëtorë. Nuk krijoni familje se keni frikë për të ardhmen. Çka mas 15? Ku është e vetën të cilës? Sikur. Si plak ose si plak, ku është e vetën? Gjithmonë është ajo sikur. Sikur të kisha një fëmijë ose sikur të kisha bërë më shumë. Apo me ta thonë këtë argument. Kjo është. E më thonë mirë, çush është e vetë, kush të avanzon ty nesër? Edhe pse ne nuk e dim Zoti ku na jep, unë si jap, po na po flasim për projekcionin njerëzore. Pra ne i them kështu, nesër për shkak do më shërbi familjes. Kush e ma nesër këtë popull? Ato ushtarë që kemi në FSK, nesër plakon, kush do të më shkon kazerma? Kush do të minimum këtij populli nesër? Ato mësues që kemi në penzion në sipër. Kush do të më shkon nesër në banka të shkollës? Këtë territor të Kosovës që kemi, të shtëpia që kemi, që kanë investuar, kush do të më trashëgojë ata? Pra nuk është kjo përgjegjësi që Zoti ta ka dhënë ty? Me mbrojt familjen, me mbrojt kombin, me mbrojt shtetin. Nëse ikmi dorë në këto çështjeve, në proces të sipër, ku mbarojnë ana? Hajde po ikmi dorë son të fillim procesit. Mbas 20 vite çka bëhet për shembull? Nëse po supozojmë që ato që janë të moshës 25 vjeçare sot kanë vendosur mos kanë fëmijë. Edhe nëse i bën ka 50 vjet. Çka ndodh me atë shoqëri për shembull? Edhe mi thon kush po të bind ty për këtë çështje? Normal, planifikimi familjar është pjesë e fesë. Planifikimi, orientimi. Ama ka dallim konceptin kodët të planifikimit dhe ka dallim konceptin negativ përmes optimizmit në të ardhmen e shoqërisë. Po, optimizmi me durimin a lidhen? Po, durimi e frymëzon optimizmin. Durimi me një farë formë ushen këtë në optimizmin. Durimi është platforma. E kjo pastaj është ajo farë formati ka del, është ajo farë rruga ka del për situatës. Sepse njeriu në stop duhet me pas durimin me veti. Po në situata të ndryshme, kur ti duron, edhe ja shton edhe një element. Durojnë këtë çështje sepse e ardhmja është më mirë se e sotshmja. Edhe thot ka po e din ti. Po i kam besuar atij që ka të ardhmen dorë, Zoti madhreshëm. Pse kush e pas ka të ardhmen dorë? Keni pasur njerëz për shembull kërcënojnë për të ardhmen e nëse me ka gjetë në varr? Ata të fortë që mendojnë se pa Zotin ja dalin? Keni pasur fuqie, superfuqie njerëz që mendojnë që kanë të ardhmen. Ne kemi raste të përditshme që majmen për shembull, bisede sipër, pikall kjo një kohë gjatë. Thotë unë kam siguruar jetën edhe për nipat e së nipat.
E dëgjoj shpesh këto. Besoni në Zot, që me që ata që kam biseduar, sot ka nevojë për vitra. Pse? Sepse kur ti mundohesh në tokën që ka kriju Zoti Madhreshëm, në jetën tonë Zoti Madhreshëm, me dalë mbi parimet e Zotit Madhreshëm, ti e krijesë dopt. Për taj. Ke dalë për te kufive tu. A i shkon e duhen me thonë inderum që do të mundohem të asiguroj të ardhëmën materiale edhe për pasardhësit e mi? Apo e kam siguruar si të sigurt këtë more, pjesë? edhe nëse thua kam të sigurt, kalkulon me numra. Thuj me lejen e Zotit të Madhreshëm. Po. Pe mirësive e tij më ka dhënë Zoti pasuri. Edhe me që të pasuri, me që standard që jetohet dhe planifikohet, kanë mundësi me jetu nipat e mi. Mendoj. Shembull. Po. Edhe ama gjithmonë t'ja mbështet Zotit, t'ja dhënë Zotit meritat, atributet, dhe të mbështet Zotin. Ama me thonë unë e kam garantu për shembull njerën. Ja kam garantu pasurinë. Kur thonë të na, po flaj dot se këtë punë t'i kam vi. Po shumë e qartë. E të nesër tani s'ka fjet dath. E mas nesër ka arshën situatë shumë vështirë dhe plot ka tillë. Pse? Sepse kanë luajtur me një kartë rrezikshme. As pesimizmi e as krenaria e tepruar nuk është zgjidhje. Jeto me ata sepse funit veç ka ki rrezik kime marrë. Baba që ti le pasuri ku vedi çka, pa ai që vjen mas tese ka rrezik pasuri. Po. Tonën, ai vend vetën shembull. Pra këto matematika që sot po çakullojnë për të tri tonë, ka mund na kthy me një situatë, me një krizë bekit madhe. Sepse jemi tu kriju një gjenerati jo stabile. Krizë sociale. Krizë sociale, jemi tu kriju në një gjenerati jo stabile, jo taft për jetë, iluzionare, imaginare. Jeta është real, jeta nuk është teatr. Me imagjinu gjana të kota shembull të jetës. Tani fundit nëse ti sheh serial një orë, po jeta është real, nuk është teatr. Aty është dhënë një shumë e madhe pasurisë për me projektu një serial, me bani serial, por nuk është jeta jote ajo. Ti je real në jetë, ti nuk je imagjinar, fantazm, po ti je real, ty nëse dhëmë shembull, ti je real, ti ndjen se je gjallë. Pra këto mësime, këto ide, ne do t'ja zhbllokojmë rinis, t'i lamë me prek për toke, t'i edukojmë, t'i afsojmë për jetë, sepse fundit fati i këtij populli ka më varë peq atyre që sot janë pesimist për jetën. Kur thoni që t'i lëm të prek për toke, ndoshta këtu është edhe një diskutim tjetër mes institucionit parë që është familja dhe fëmijë, sepse shpesh ndoshta nga dashuria e madhe, pa diskutim nga dashuria e madhe që prindin nga fëmia, i ruaj ndoshta shumë a shumë se që duhet. Leje ti se nuk din që unë po e bëj për ty, mandej kjo vazhdon edhe një djalë ose një vajzë nuk është i gatshëm e marr përgjegjësinë mbi vete për të vazhduar tutje, sepse e ka një krah mrapa që në fakt mendon që do i qëndroj gjithmonë. Edhe kjo është një formë e edukimit e cila rezulton jo pozitivisht. Do me thonë, nëse ti ja merr kompetenca fëmijës, mbos të moshës që i ka, ose me një farë ja zaventson detyra që janë tatina, ti thjesht je projektu për me dështu të ardhmen. Më ka pëlqyer një farë analize e pa ta lexuar një herë për sistemin e Finlandës edhe të Zvicrës. Dhe thoj që aty, deri në klasën e 8, pe fishnjohën, në klasën e 8, nuk ka asë një element të jetës që mu po lavacu njeriu që se ka mësuaj në praktike. Në shkollë, deri te jetë në malë. Për shembull, ti sot na kemi pasuri, po nesër zonë në ndodh diçka në luftë, kena me tu në malë. Si shembull, kushtet e mbijetesës. E mbijetesës. Me tregu shembull, çka e dëmton organizmin, çka nuk e dëmton. Çish dhezë zjarmi, çka bën, shmbjetohet, cila ka kalorizë. Domethënë deri në klasën e 8 mëson e bën të aftë me tu dhe në xhungë. E çrëndsi ka një shkollë për shembull që e çet deri në fakultet dhe të bën të aftë për jetë. Çfarë rëndësie ka ky fakultet pra? Nëse njëri ka bën të aftë. Mundim shpenzim. E mundimshme, e kot, pa rezultat, fals, vetë mashtrues, sepse ai mendon që me atë diplom ku me di ku ka arritur, në realitet nuk është në gjendje me mbrojt 5 minuta më dhon mundësi me fol, do mos unë mbrunat. Atë 10 vjeç shkollë që ka unë mbrun për 5 minuta. Se on niveli on. Edhe është kjo mënyrë e edukimit për shembull, që po e shoh më sot. Tu ja marr kompetencat fëmijëve nga dashuria, nga pafësia për ta kuptuar kartën e tyre. Jemi të kriju një gjenerat të paftë. Sikur sot mi thon dikuj ai në gjendje me 7 kilometra me shkollë. A veç me imagjinu është e tepërt. Veç me imagjinu, veç pak me roshi. Kanë me bë kaos. Po, e vërtet. A në realitet ne jemi një popull që i rrit me kilometra në për akuj.
po s'na ka gjetë kur gjo. Në ka bëllë veçu fati jetë. Nuk po thamë se do të mi këthym klasikën, po na do të mi ba taft për jetë. Nuk është në gjendje ambrellën me majtë në dorë. Kalitje, po. Pse? Sepse i kemi përjetu gabimisht. Nese nëse fati jetë të përballë me të ranën, qysh kanë me dalë për krizin. Pra në do t'i afsojmë njerëz për jetë, edhe t'i motivojmë për çështje pozitive të jetës. E shka ka caktu Zotin tarë, mëse di kush, por ne i kuna mbështet atina. Po, kemi edhe një kategori tjetër që veçan kohën. Do më thonë ti ishe mirë, ishe se shëndeti primar. Kur të nalësh edhe ndërshta e pe një kafe me këndo që e ki ta vërt, e do gjënë dhe shtu anku. Ashtë te për të ankesa, edhe do më thonë atë stagnon ankesa ndaj synimeve që i ki për jetë. Nëse i referohemi Kur'anit, ankesa për balë të mira që Zotit i ka dhonë, ose mos mirë njohja për balë të mira që Zotit i ka dhonë, është shkak që Zotit i merë. është shkak që qelet një kapitullin dhe shkimit. Dhe Zotin Kur'an ka thonë, neja kemi marrë të mira, për shkak se s'kanë qenë minjos. Dhe tash për shembull, në jetën kësaj bote, në ka porosit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me shfrytzu një 5 elemente të jetës. Ka thonë shfrytzu rinin, që sa bukur ka thonë. Kur më nuk kthehesh në etapa të rinisë. Shfrytzohe, motivov, arrit qëllimet e jetës. Pastaj ka thonë shfrytzohe pasurinë, para se të varfërohesh. Se një ditë çka të vijnë pasuria në pleshnit. Kur bota është shumë e gjanë, ke mujt me pa shumë sene, me ba pamirësi të madhe, me ndihmu njerëzve kështu me radhë. Thotë shfrytzohe pasurinë para se të varfërohesh. Thotë shfrytzohe kohën e lirë, para se të arrijnë, domthonë vinë valët e jetës dhe pastaj njeriu nuk ka për shembull hapësirë. Ka thonë shfrytzohe shëndetin para se ta merr Zoti i Madhërisht. Pse duhet mu anku për diçka që është dhuntia më e madhe Zoti ka thonë. Që është në mëngjes, a di që pasuria më e madhe shëndeti. Që është në mëngjes dhe je mirë, thuaj elhamdulillah. Allahu xhalla wala ma pas ka thonë edhe një ditë bekune, sepse jam mirë me shëndet. Pastaj përmes saj unë arrit qëllimin e jetës. A disa njerëz e kompenzojnë këtë pasurinë në krahasim me diçka të shëndetshme. Por ja që ndoshta ka në atë moment që s'ka më kthim prapa, u sprovu me smundje dhe Zoti i Madhërisht i thonë të ka më shëndetin të s'ke çmu. Dhe në fund na thotë pejgamberi sa shfrytëzoj jetën komplet para se një ditë del pse se botë ta kupton se kjo jetë o ka një shkurtër shumë, s'ja ka vlerë me ngarku me gjëra negative. Ka qenë që shkurtër sa që ka mbet marak njeriu, pse s'ka bën gjëra të bukura në jetën e botë. Pse se ka shfrytzuar mundësinë me shiu këtë jetë, me ndijë këtë jetë. Po çka ka bën? E ka shfrytzuar në rrugë gabune. Pra nuk ka vend për gjëra të këqija dhe jeta kësaj bote nuk ka vend për pesimizëm, por duhet të jetojmë optimist. Të shijojmë çdo ditë të jetës që na ka dhënë Zoti i Madhërisht, bëjmë bamirësi sa të mundemi, të duam anëtarët e familjes, kontribuojmë për vendin tonë, për shtetin tonë, të frymëzojmë brezat e ri me ardh gjurmëve pozitive drejtore së jetës, dhe kjo është misioni jonë i kësaj bote. Dhe në fund na thotë pejgamberi sa dy gjëra njeriu i neglizhon edhe s'ja di rëndësinë derisa Zoti t'ja merr, thotë kohën e lirë. E di që sot njerëzit humbin kohë. A jeta ka mbi përballë me vështirësi për shkak të humbjes së kohës, pa nevojë. Dhe e dyta thotë pejgamberi sa dhuntinë e shëndetit s'ja di njeriu. Allah e ka ndëruar me këtë shëndet. Ky s'ja din. Në ditë se ka pasaj e kupton që ka gabuar. Kur jemi te shëndeti dhe te përballja me sëmundjen e kemi diskutuar edhe në javën kur kemi pas me fol për durimin, po te optimizmi, njëri që është optimizm, hoxh ne kemi pas shpesh që i ka mujt edhe sëmundjet më të rënda. Ndoshta normalisht me trajtimin e dur dhe me besimin e dur, po ka raste që edhe mjekët çuditën për këtë çështje dhe për këtë fitore që ata e konsiderojnë aspektin e shëndetit. A ka transmetime të tilla edhe në Islam? Optimizmi është begi fuqi e madhe shpirtërore, që ndihmon njeriu nga brenda, sepse mjekësia e prek anën fizike të njerit, e shëron, e trajton nëse mund me thonë kështu. Por ka diçka që është më e fortë se ana fizike. Është ana shpirtërore e njerit. Dhe optimizmi, shpresa për të ardhmen, është një armë shumë e fuqishme, që Zoti i Madhërisht ja ka dhënë dorë njerëzve.
me shpresu për të ardhmen në mënyrë më të mirë të mundshme. A ka transmetime? Më ka rastis me pa një rast. Me pejgamberin alayhis salam të një njeri smut, me që e morë rastin e të smurit. Ka shku pejgamberi sa me vizitu një shok të tij në jetën e tij. Dhe ai pas ka qenë në shtratin e vdekjes pothuajse. I smut. Dhe pyet pejgamberin, si është gjendja jote? Dhe ai fillon të flet me gjuhë të pesimizmit. Dhe thot, për mu s'ka shpresë. Ka përfundu gjithçka, s'ka fuqi që më nxjerr prej kësaj. Edhe transmetohet se pejgamberi që nga mërzit, dhe kur del prej tina, pas ka thënë sikur të kishte qenë ky optimist, që ato fjalë që i tha për pesimizmin, mi pas thonë në aspektin e optimizmit. Thotë Allahu ka pas me nxjerr prej kësaj krize. Por kjo sikur se po e dekapitulon fatin e vet. Pse duhet të dorëzohesh në diçka që dikush o mbi ta, Allahu xhalla wala. Pastaj çdo sen që të ka dhënë Zoti në këtë dunjë, çdo minutat e jetës, vite e jetës, ti ka dhënë Zoti, ti ka dhënë as mjeku, asaj që po provon më të shëru, asaj që provon më të provoku, ti ka dhënë ai, ti ka dhënë Zoti. Pra, optimizmi buron për ajkës së besimit, buron për analeve të thella të bindjes në Zotin e Madhreshëm. Dhe optimizmi është dioptri që shohin vetëm optimistat. Janë syza në zemrën e thonë që i vendosin vetëm ata që shohin. Ke pa me pa diellin, do me kshye me syza të veçanta. Por me pa jetën, do të me pa me syza të optimizmit. Dhe ata që e shohin jetën përmes këtyre syzave në alegorike po flas, nuk ka mundësi më zhgënjy sepse Zoti i Madhreshëm po thon në Kur'an, nuk i zhgënjej optimistat. Kjo me pa jetën hoxh me këto syza figurativisht që po i shanoni ju, i bën që është libri i shenjtë, që është Kurani. Padyshim. Aty kemi të gjitha përgjigjet. Katalogi i jetës është Kurani. Nuk ka libër në këtë dunjë. Dhe këtu për shfrytëzora si më thon, nuk ka libër në këtë dunjë që e përshkruan jetën e njeriu si Kurani i Kerimi. Këtë librat e këtë bibliotekave dunjos. Fillon pe Japonisë, hajde kënena ka Iraki, Babyloni. Krejt bani bashkë me njëon, nuk mund me projektu, nuk mund me sqaru jetën e njeriu në etapa që ka sqaru Kurani i Kerimi. Pse? Sepse Kurani fjalë e Zotit krijuar si njeriu. Ai e din të kaluarën, tashmë dhe të ardhmen. Edhe për ato që vinë 2 milion vjet mas neve, kush flet për ato 2 milion, kush ka kapacitet me fol për 1 milion vjet të ardhshme, përveç krijuesit. Dhe ai ka përshkruar jetën e njeriu. Pra jeta Kurani është katalog dhe ne u kemi mbështet. Për neve mjafton të mbështetemi këtij libri dhe s'ka problem jeta për neve. Ka sfida, janë normale, por ne nuk bim në lumin e pesimizmit. Nderuam, ka qeshin minutat për sot, po nuk kish mujt me u përfundu kaq mirë siç e përmbledhet ju sa i përket librit shenjtë Kuranit. Kështu që të falenderoj shumë. Faleminderit e juve. Të nderuar shikues, ne kaq patëm nga java e sotme, bashkë do të shihemi javën tjetër. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.